i kam kunatat shumë të mira. Kur kanë ardhur se baba ju ka thonë del në sociale familjen e juve, banesa, po nuk po pranojnë me dalë. Qesën edhe kunatat e mia çaj, po besojmë në që kanë njerë ju tham kunatat mia qesën e çaj se spritoj. Kudo që martona, s'u kam problem. As bukën, as qajën, as fshisën, jam me gatshme. Elona shtab muzikën, profesione tjera, kuzhinën e kam të parën, kështu. Unë pëlqen me pregadit, je thirrën e komplet me stafin. Unë e di që vllaznin i kitë martun pak i knu, ndasht mos e në kanë gjejgjat të tyne. Po të dëve kom këndu, edhe pse kem pas edhe këngëtar, po në shtatë pjesën ma shumë kom kënduane. Kishin qef. Po ish pak e vështirë sepse merru me musafer, merru me gjana të ndryshme në shtatë, sepse jam edhe madhe edhe di pak përveçërisht që shkojnë dasmat, sepse na i bëjmë organizimin e dasmave, dasma tjera që shkojmë. Ish pak e vështirë. Këno për vllahun, këno për nusen, nga me musafer nga atje, po mirë. Mirë kem kalu. Normal, lidhet veçanta janë në gjithë secilën familje, ti edhe sa na ramen ai para intervistës i përmendën shumë kunatat e tua, i përmendën shumë vllaznin e tu, për çfarë lidhje ka Arianita, i thash vetë, ta linda aty ka du të thonë me kunatat e veta. Shumë, e kaloj shumë mirë, në Tregova na jetojmë gjithë bashkë. Jemi familje shumë e madhe. Edhe i kam kunatat shumë të mira, janë vajzat mira, janë shumë të shkollume, janë shumë të artikulume, janë prej familjes të mirë, kështu që kemi një raport shumë të mirë, edhe pse kur kanë ardhur se baba ju ka thonë del në sociale familjen e juve, banesa, po nuk po pranojnë me dalë. E kanë gjetur rahatin shumë të mirë, kështu që e kalojmë fantazi. Mos më thoj që të bje me qit qaj. Po, qes. Kur t'ju vinë musafer. Qes, po. Qes, thash që... Shërbeti ma e madhja me qit qaj. Nuk e kam problem, qesën edhe kunatat e mia qaj, po besojmë në që kanë njerë ju tham kunatat mia qesën e qaj se spritoj. Kështu që ti nuk e pas ke problem, sa këtë pjesën nëse martohesh ka vështirë janë. Jo, se kam problem, kudo që martona, se kam problem, as bukën, as qajën, as fshisën, jam me gatshme. A i mësu pak se dyqysh është me i tash me një farë komfort zona, ashtu të e bo veç punën si këngëtare dhe pa i pas një pun tjetër, po qysh po një është kur s'po ki që ka me bo gjatë ditës? Mirë, po flejnë është ta pak ma shumë dimrit, në fakt, sepse unë mirë edhe pak me sport, vrapoj me mëngjes, po e kam edhe pasion kuzhinën, se dinitat kom tregu, kështu që edhe pregaditje edhe përgjithësi, po mirë. Mirë, qëtash po jem shumë dyqysh qetë u knoqa. E përmene punën e kuzhinës, tu që dyqysh po mi nëzirë pyetjet, po m'kallon për temen tem, dyqysh po m'alen, unë me qelë një tem për qelë vetë. Kështu që ta mënë edhe gazetare, pas ke mujtë më konë. Po. E kom pëlqy të thash, po në shta pak babit e kemi më dërgu në shkollë të muzikës, si vllazët edhe motrat e tjera. Unë s'pranoj shas, kësha qef. Edhe më ndej meta asanej as knej, edhe vazhdova për ekonomi, po mirë. Nështë asë është vonë, nështë avje punojmë bashkë si mirë. E përmene punën e kuzhinës, po për një artist dhe qysh është e pa mundur na që i shohë me thonë që hajtë se mundet me bo dhe një diçka tjetër. So ja thu ka kuzhina, se e përmene që dhe me bo? Gjithë shka di me pregadit, e kam shumë pasion, është ta prej, Elona është ta muzikën, profesione tjera, kuzhinën e kam të parën, kështu. Unë pëlqen me pregadit, je thirrën e komplet me stafin. Nëse do në shkojmë në katon, që si flia, nëse do në diçka moderne, shkojmë një stok, kështu që pa problem.